Hoxhë nderuar, si llogaritet zakati I arit? Në qoftë se njeriu plotson kuotën e zakatit të floririt, që është 85 gram, atëherë ka detyrë të jap zakat. E nëse ka më pak se kjo sasi, nuk e ka detyrë që të jap zakatin. Përveç kësaj është edhe një kusht tjetër që ta ketë pasur në gjendje, ta ketë patur për një vit, të ketë kaluar në gjendje në pronën të tij floriri për një vit, kjo sasi floriri me fjalë, ose më tepër se kaq. Dhe do t'jap, ky që I plotson këto dy kushte që I përmenda, do t'jap 2.5%. Për shembull, në qoftë se dikush ka 100 gram flori, e ka detyrë që t'jap 2.5 gram, që është një dyzeta. Pra, nga 100 gram 2.5 gram flori. Nga 1000 gram I bie të jap 25 gram flori. Por të varfrit do t'i jepet në vlerë monetare, do t'a jap euro ose lek, për shkak se I varfri nuk përfiton gjë nga ari, që do t'i jepet ajo që është në dobi të varfrit. Kështu, nëse një person ka për të dhënë 2.5 gram flori, ai do t'ia jap të varfrit në vlerë monetare, do t'i jap në euro ose në lek, pasi I varfri nuk përfiton gjë nga ari, do t'i jepet para. Dhe nëse ka për të dhënë 2.5 gram flori për shembull, do ta shoh sa I bie vlera në euro, nëse do t'i jap euro të varfrit. Do shoh çmimin e floririt, sa është 1 gram flori, prafërsisht në kohën tonë 1 gram flori është 85 euro ose 90 euro prafërsisht, diçka e tillë. Dhe kështu do ta nxjerr me fjalë atë, do ta nxjerr zakatin e arit.